A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Selam aleikum, salam të kemi misafir Hoxhën e nderuar Vedat Skenderi, imam në xhaminë e Kasimbeut këtu në Gazibab, po ashtu i diplomuar në Universitetin e Medinës. Mirë se erdhe Hoxhë nderuar. Faleminderit, Allah shpëloj për ftesën. Allah të dhash bereqete të mira. Amin, faleminderit. Sot tema për të cilën po du me fol me ty Hoxhë nderuar është pozita e namazit në Islam. Atëherë, si për fillim, Hoxhë, pse është më rëndësi ta kuptojmë pozitën dhe peshën e namazit? Femdesha me Allah subhanahu wa taala, pastaj dërgojmë salavat dhe selame për të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnikë dhe për gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e Kiametit. Amin. Çdo gjë kur i diet vlera, më thonë rëndësia dhe pesha, njerëzit japin rëndësi. Po. Momentet që si diet një gjë rëndësia, ajo mbiret në përkam. Edhe anashkalohet. Tamam një shembull për më kuptu më mirë, shembull më ia dhon një fëmijës një parë që ka peshë, po themi 100 euro ose më tepër. Fëmia nuk e din, e merr shkoç, e gjun, e merr në përkam. Pse? Si a di vlerën? Si a di vlerën, nuk e di çka është ajo. Në këtë morave si shembull e kuptuar. Po shembull shumë i mirë. Më thon, ne më thon shpesh herë shohim musliman nuk falen. Ndoshta një ndër arsyet se beva më të mëdha, edhe pse ka arsye të tjera, nuk ka di vlerën namazit, peshën. Nga se është një çështje shumë madhore. Do të folmi inshallah, do të shohim ajete dhe hadithe shumëta ulemat që kanë trajtuar për çështjen e namazit, më thonë një ibadet madhështor. Këtë arsye më thonë, një ndër sebet më të mëdha është njerëz nuk e dinë këtë çështje. Këtë arsye është mirë më her pas here, edhe nëse xhallar me afru xhamatit këta ajete, hadithe që folin për peshën e namazit. Momentin që xhamati janë e kupton rëndësinë e namazit, me lenin e Zotit do të fillojë namazin. Po shpesh na hikin këta ajete, hadithe të shumta që janë, ne do mundomi sot me përmend disa prej tyre, me pa se është një ibadet madhështor namazi, më thonë. Nuk është një çështje e vogël që mund më anshkalu ose të ne që është e njohur, mirë mu fal. Nuk është mirë mu fal, farzi namaz është obligim mu fal. Momentin që nuk falesh, dënohesh. Pra nuk zba me realizu çështën e namazit, por duhet me kap shumë seriozisht më. Pra kjo është ajo si hyrje e kësaj temës. Cili është kuptimi i namazit? Sala, gjuhësisht dhe terminologjikisht. Po, mas midi më thonë për me hi kësaj teme, ulemat fillimisht e kanë trajtuar më thonë aspektin gjuhësor, çka i bie as-salah. Ne dëgjojmë shpesh këtë fjalë, edhe në zonat tona. Muezini thotë hayya ala-salah. E në namaz. Pra më thonë as-salah, nëse i kthemi gjuhës arabe, ta shohim më thonë e ka manan, ka shumë manaja, shumë kuptime, por një ndër kuptime që më e njohur është lutje. Lutje. Me lut Zotit, me porul Zotit, me kërku nga Zoti diçka. Zaten me namazin tonë ne kërkojmë nga Zoti, me vepra. Se ulemat thonë ibadeti ka dy lloje, ibadeti që bëhet me kërkesë, dua al-mas'ala thonë ulemaja, që kërkojmë nga Zoti, o Zot falem, më shirom. Kemi edhe ibadet që më thonë me vepra ne kërkojmë rahmetin. Çka është namazi? Ti bën ibadet pse? Me fitur razin e Zotit, me fitur rahmetin e Allah. Ti me fjalë tjera që thonë Zot më shirom. Momentin që e ke fal drekën, e ke fal kindin, e ke fal namazet, kjo i ka rënë, më thonë që Zot unë jam i nevojshëm për rahmetin tan. Pra më thonë gjithsesi më thonë namaz e salat i bie më thonë lutje. Kurse në shariat, kur përmendet në terminologjinë islame, i bie më thonë e salat, i bie më thonë lutje që fillon me tekbir. Çu fillon kjo adhurim me tekbir dhe përfundon me selam. Që ka disa lëvizje të caktuara sikur është rukuja, sejdë, gjithë kjo bëhet me nijet të adhurimit ndaj Zotit. Kjo në shariat kështu e ka manon, pra, më thon as-salat namazi. Fjala namaz rrjedh persisht, nuk ka problem të ngjohen ton njihet kështu, më thon, kurse në gjuhën arabe edhe në citatet e Kuranit dhe Sunetit e shohim që përmendet fjala as-salat. Pra, në këtë mënyrë që u përmend tash. Cila është pozita e namazit në Kur'anin famëlar? Shikoj më nëse nalmi me shfletu Kur'anin famëlar, do të shohim shumë ajete ka për namazin. Saqë ulemat kur janë mundu me numërue venet kur përmend Kur'ani, ka ulemave thonë që arrin deri 100 ajete, 100 vene në Kur'an përmend namazi. E kjo tregon për peshën dhe madhështinë që ka kjo adhurim. Pra nuk është një ibadet i vogël, për këtë arsye duhet
nalë me gjatë leximit të Kuranit, me shiku këta ajete si Zoti në disa forma e përmet namazit. Në nomi ti përmendni këtë Po, lirisht, përmendni të kënaqshmi. Disa ajete këta shohim, më thonë, madhështinë, peshën që ka namazi. Në ajetet e surët e fundit të Kuranit, sura Al-Bayyina, aty është një ajet Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim." Është një ajet në surën Al-Bayyina. Mana e këtij ajetit Allah thotë: "Wa ma umiru", ata nuk ishin të urdhëruar me diçka tjetër. "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina", vetëm se ta adhurojnë Allahun sinqerisht, duke qenë larg shirkut. Edhe vazhdon ai mirë pas shirkut, mi largu shirkut e imanit dhe adhurimit e Zotit, vjen namazi. Wa yuqimu s-salah, ta falë namazin. Edhe ta hapin zekat. Edhe kjo është feja e vërtetë të Allah. Kjo është një ndër ajetet që flet për këtë adhurim. Një ajet tjetër në surën Al-Ankabut Allah thotë: "Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab." Lexon nga libri i Allahut, që Allah të ka zbrit prej qiellit tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për çën Kurani. Wa aqimis salah. Dhe falë namazin. Me njerë pas leximit Kuranit, pas zbritjes Kuranit, Allah thotë falë namazin. Dhe vazhdon ajeti: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Me të vërtetë namazi largon nga gjërat e këqija. Këtu e shohim edhe do të folim pak më vonë inshallah për namazit. Është një ndër ajetet që flet që namazi ka efektin pozitivisht. Tregohet një rast, është edhe koment këtij ajetit. Po. Ka disa sahabi i ka thonë pejgamberi sa ja Rasulullah filoni po falet natën, po nuk po i le do gjunahe. Pejgamberi ka thonë ti sahabit, a është të fal filoni? Po, është të fal. Nëse vazhdon të fal, do t'i lënë atë gjunahe. Pra namazi do ta largon. Këtu do të munar pak tek ajeti. Ne shohim dhe do namazdit ton, do xhamatlit ton me vite falen edhe nuk kalon ndonjë efekt namazi. Pra këtu ulema thon ose Allah nuk e ka thonë të vërtetën, gjë që nuk pranohet kjo. Allah ka thonë të vërtetë që namazi të largon punë të këqija, ose namazi jo nuk është në rregull. Mekanikisht e ka. Po, kështu që i bie më vonë namazi jo nuk është në rregull. Tasi duhet të mushiku namazi se si e falmi. Këtu he çështja e niyetit, këtu he forma e namazit, meditimi. Vonë as sa më tepër ne jemi të kujdesshëm ndaj namazit, do të shohim që namazi ka më dhënë edhe efektin jashtë xhamisë. Po, nda. Kjo është më thonë, nuk është ne kemi adhurues të Zotit vetëm në xhami mrena. Po vetëm kur falemi e njohim Zotin, si dalmi jashtë namazit, unë bëj çka dua. Kjo një kuptim i gabueshëm. Pra këtu e shohim që namazin këtë ajet në surën Ankabut e shohim që namazi të largon prej punëve të këqija. Domethënë në xhami shka e fali namazin me meditim, me përkushtim që mu bojë mirë. Edhe kur dal jashtë xhamisë, mos më përgoju, mos më rrejnë, mos me bo dallavere, mos me bon gjunahe, mos me koni mirë. Që kjo janë qëllimi namaz. Që kjo është më, si ka mos i ti Allah i bën sejdë. I thua Zot, ti të adhuroj. Vetëm ti o Zot kërkoj falën tënde, rahmetin tënd, kështu jashtë kur del nuk e kërkon rahmetin e Allah. Pa ti kira ndesh me veten. Po. Nëse ke synu razin e Zotit dhe xhenetin mrena namazit, kështu që i bën jetët synimet me qenë edhe jashtë namazit. Po. Pra si më kjo për këtë arsye duhet me ibadet na edukojnë njëra tjetrën. Ulemat të më kujtu edhe një gjë interesant me përmend. Ibadeti ta çon me bën ibadet tjetër. Po. Sikur gjunaj që ta çel derën e gjunahit, edhe ibadeti Ibn Qayyim ka me këtë rregull, thotë që çdo gjunah që e bën robi, thotë është derë gjunaj tjetër që vjen. E merr guximin mbi dorë Allahut karshim. Kurse ibadeti duhet me çu deri në ibadetin tjetër. Këtë si themi namaz ke fal. Ke Allah në sejdë. E ke po prit Zotit. Kjo do të më lënë një efekt. Kjo do të më tapu ibadetin tjetër mas namazit. Atë kujdesin ndaj në tregtie, me kujshin, me vëlla. Po të sjella me kujshi, po. Ka shumë sene këto. Tasi do të më pas kujdes, më namazi janë duhet me na edukum, po thonë, spekon edhe nuk ka fal dinja kur thon disa, ndoshta e thon me një të keq, po është me vend, më thon, kur thon do namazlim, do i bën këtë zezat. Po. I bën këtë punë të këqija dhe falen. Po. Kjo me një aspekt është në rregull. Po nëse është kjo fjalë që mi hik namazit, ka disa eksploratori këtë vezvese, thonë që bëj një do edhe fal edhe kështu unë nuk fal. I bëjnë 100 zeza po. Edhe arsyeton vetë mos nuk fal. Po. Kjo është një gabim, më thonë. Kjo gabim. Ne themi namazit me të largue. Po ka njerëz që si ka largu namazit, e ka kriju obligimin e Zotit farzën, kështu që më thon efektin se ka dhënë si duhet, më thon ky adhurim ky namaz. Po. Kjo është një ajet tjetër. Po. Domi të një ajet tjetër, ka shumë ajete. Po. Po do të më kënaqsh kur i lexojmë këto ajete. Po inshallah veç lexo o kënaqsha. E shohim më thon atë pozitë madhështinë e këtij ibadeti. Po. Është një ajet kuranor, Allahu thotë
se ne e shohim ka nxitje më fal, po ka edhe kërstim në herë. Se imani, kështu është më. Imani ndëtot mes dyjave. Kemi shumë ajete Allah na nxit për xhenet, për punë të mira, po njëtën kohë edhe na frikson me zjarr xhenemit, me gjunahe që mes me bëj gjunat. Një ndër ajete që është kërcënuese për ata që s'falen, Allah e përmend në surën Mudaththir, është një ajet Allahu thot: "Ma salakakum fi saqar." Xhenetlit më thon ka me muhabet me zveti. Jo vetë xhenetlit, po edhe xhenetlit me xhenemlit do të folin. Edhe disa xhenetlit do të pyesin xhenemlit, "Ka ju bëri juve që erdhët në Saqar?" Saqar është një ndër gropat e xhenemit. E do ta pyetë që xhenetlit, do ta pyetë xhenemlin, çka të bëri ti pse erdhe në Saqar? Ky ka me thonë Allah i tregon, edhe kjo është hak. Allah ka treguar, "Qalu lam nakum min al-musallin." Ne nuk ishim prej atyre që fashmi namaz në dunja. Xhenemlit kanë më thonë. Kanë thonë xhenemlit. Pra Kjo është shkruar në Koran. Kjo është, po thon, citat drejt për drejt, mund më thonë që është sebeb namazi me çu deri në xhenem. Subhanallah. Kësa si më thonë është farzi, është obligimi prem i Zotit më thonë. Ku mos më e fal namazin? Këta si më thonë, kjo duhet më na nxit neve. Me kuptu seriozisht punën e namazit. Si Nuk ka hajgare. Jo, vëllë mirë, si të kem kohë falna. Ose atë si të mbere vakti, ose si të ndale gjumi, nuk e ka prioritet namazin. Është mirë mu fal. Si të gjej vak, ose kur të plirona, ku do Ose- të punës, Po bën Allah që po ndërprej. I fal ke besh vakt namaz, kur e dajnë me lavdu. O vëlla, kjo është obligim, nuk ka. O vëllon për këtë musliman. Subhanallah. Alhamdulillah, më thonë, pra shikojmë ajetin se është kërcënuese, më thonë. Ai që s'falet, më thonë dënohet me zjarr xhenemit. Allahu na ruaj, subhanallah. Kjo është një ajet. Ajeti tjetër, Allahu thotë në Kur'an, surën Bekare, "Hafidhu ala salawati was salati al-wusta." Ruani namazet dhe namazin e mesëm. Ikindia është për çdo. Këtu çka i bie kjo mbyt namazet? Kur ndalbe se ajetet mes veti një tjetër komentojnë. Po. Në surën Mu'minun Allah i përmend do sifatet besimtarëve. Qad aflaha al-mu'minun. Fillon surja al-Mu'minun me këtë ajete kanë shpëtuar besimtarët. Aty Allah i numëron disa sifate të besimtarëve të shpëtuar. Një ndër ta thot Allahu walladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata namazin jo që e falin, po e falin të përulur para Zotit. Edhe përfundon me namaz. I përmend disa sifate tjera, e japin zakatin, i largon gjërat e kota, i përmend disa sifate, i largon, më thonë, e ruajnë derin e tyre, shumë do sifate. Në fund prapë Zoti përfundon me namaz. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Çtan krejt, më thonë, çta besimtarët e mi shpëtuam, thotë e ruajnë namazin. Këtu përmend ajetin surën Bekare, e ruajnë namazin. Ruajnë namazet edhe namazin e kindis. Në surën Mu'minun e shohim që sifatet e besimtarëve shpëtuam ata e ruajnë namazin. Ata që kanë me shpëtu ditën e gjykimit. Çka i bie beryt namazin? Ulemat ka disa komente këtu. Një ndër komente më thonë me fal në vaktin e vet. Si ti e vakti më njëherë me kuli kujdes. Nal me çto. Kur është vakti? Po namaz, më thonë ato 5 kohë të namaz janë caktuar në sheriat, mëson në librat e fikut, më thonë koha e sabahit, koha e drekës, ikindis, akşam edhe yatsia. Po dihet në takvim sa në sa ora. Po nëse vënojmë pak. Po, nëse vënohet pak nuk ka problem, më thonë, po disa nuk ka koha tjetër e namazit. Ka disa kohë. A pranohet namazi, më fal që a pranohet namazi i drekës nëse e fali 20 minuta para se me thirrë ikindia? Po pranohet. Nuk ka problem, por nuk preferohet. E çka rregull me valu ikindin bëri para akşamit, çdo 20 minuta, tu ka tani ulemat me Hanefi kanë mekruh tahrimen. Afër haramit me lën namazin deri, edhe pse dush më fal. Edhe në këtë kohë dush më fal, por ki shkel më thonë me ndalë se janë do hadithe, për na kanë ndaluar me fal namaz disa kohë caktuar. Një ndër kohë është me fal namaz para akşamit. Para akşamit. Para të ekivalu ikindin deri në një kohë që ndalohet namazi, kështu më thonë te ikindia kështu është më e ashpër çështja. Te ikindia po. Gjithashtu te sabaj me falën tulin dielli. Sepse dush me fal, e ki obligim me falën, por për shkak që e ki vanue, mas ka dal dielli, edhe tu dal dielli, këtë rast më thonë ti ke bën një çfarë shkele me një aspekt tjetër, se ke fal në kohën kur ndalohet, e ke kry fal, dush me krye, dush me vanue, por ke bën një çfarë shkele të një dispozitës që s'ma mu fal në ta kohë. Kjo vlen vetëm për sabah dhe ikinin. Kurse në vakte tjera, që mos i thave me vanu drekën deri para ikinin nuk prish punë. Por e mirë me fal vaktin e vet, edhe me fal me xhamat. E si thash me rujt namazin. Një ndër format është me rujt me fal kohë, si thash. Tjetra është më thonë me fal formën e duhur. Me thonë tamam rukujën, sejdën. Ka ardhur një hadith, person ka treguar, ka marrë një person ditën e gjykimit 60 vjet or fal. Asnjë namaz nuk i pranohet. Subhanallah. Kur person ka treguar arsyeën, ka thonë se ka plotsuar rukujën, se ka plotsuar sejdën. E prandaj shumë dhe muslimanë për xhamia,
Më e shes sa shkon ruku, mirë çohet pe rukujës. Allah edhe njerëz ka thonë mirë si duhet, më thonë së shqetësu namaz. Shpejt e shpejt. Shpejt e shpejt. Ne dimi edhe atë rastin është në Buhari dhe Muslim hadithi, ai sahabiu që ka hinë xhami dhe është falë me riqash, edhe pasi u ka falë ka ardhur për mesa, i ka thonë selam. Për asë me ka këti, sa më ka thonë shko falë edhe njësë që falë. Shkon falët për zdyti, kthejet, prapi jep selam, ja kthen selamin, i thot për zdyti shko falë se si e falë. 3 herë ka këthi. Erën e 4 i thot prapë shko falë se si e falë. Thot ja Rasulullah, thot nuk di ma mirë. Qish falet namazin. Pejgamberi Allah të shuhe, para këtë sahabëve dhe ja ka përshkujt namazin. Të ki hadithi, përmendet do detaj interesant, një ndër detaj përmendet, i ka thonën, kur qohën kohën këtheu ka kibla, edhe merë të këbirë, dhe lexo disha nga Kurani, edhe kur shkesh në ruku, qetëso në ruku. Ka përme fjallën qetëso. Kur kthesh nga rukuja në qiyam, thot qetëso në qiyam. Kur shkesh në sejdë, qetëso në sejdë. Ka përme disa herë qetësimin. Ulemat, kur kanë diskutu këtë hadith, kanë nxjerrë mësime, kanë thonë, problemi këtij sahabijut ka qenë nuk është qetësu namaz. Kur ka shku në ruku, s'ka net. Se ulemat thonë, ka ulemat që thonë shtyllë namaz, qetësia namaz. Ka për tyre thonë që është vajib mu qetësu namaz. Jo më njësë sa shkesh ruku, ala pa thonë njëherë s'manë rabbil adhim u ngrit. Ose nuk ngrit që duhet në gjysë rrugës, kthehet prapë e vazhdon sejdën. E këta lëvizje, shiko, ky person është falë 60 vjet. Vjen ditën që kjo është mundue edhe nuk i pranon as namaz. Arsia pse se ka plotësuar rukun, se ka plotësuar sejdën. Tasim më pas kujdes, Allah thotë rruli namazet. Pra jo vetë që dush mu fal, pa me fal formën e duhur. Kjo një. Një ndër pika tjera është edhe çështja e niyetit. Ne dina ajetin, është për ajeteve shkurta, këtë ne dina përmend, Allah thotë fawailul lil musallin. Mirë për ata që falen. Sot ne dina që të mu fal, pse mirë për ata që falet. Vazhdon ajeti alladhina hum an salatihim sahun. Ata e vënë namazin. Çka tjetër o Zot? Alladhina hum yuraun. Ata e falën për syfasi. Çka thash hafidhun, e ruaj namazin, i bie me fal në vakt, i bie edhe me fal për rit Allahut. Jo më thonë ka e këmëne dikush do nëse ina me një mezhgjis disa shok që i falen. Nëse nuk ka dikush që i falë, nuk falet, ele namazin. Kjo është problem, më thonë. Për Allah, jo për shok. Për hitë Allah, dush mu falen, dhe kjo obligim, më thonë. Zbanë vësë kur të kesh njezi, kur të kesh dikan afë, ti mu falen. Se është një ndër sifatë e njerëzve, e mirë për këta njerëz, Allah, thotë. Ka disë një koment tjetër është, Uejl është një vend gjehenem. Mirë për këta që e kanë falë namazit, po falë është për ata që s'falën. Që është e kryme. Për ata që i falën, po nuk e krymë që është duhet namazin. Ta si më namazit du të më rujtë. Se si e besëm, në disa vene, pra është përmen kjo qështja, që ta shë ajeti hafidhu ala salavat, rujni namazit. Pra me rujtë formën e saj, me falën vaktin e saj, me rujtë njetin, me plëcu rukujen, sejshdën, më dhe me gjitha aspektet. Tani me linë e Zotë ka me dhonat efektin e vetë pozitiv namazit. Kjo është ajo një ndër sebepe pse namazi janë më dhe nuk ka efekt. Kjo ishte disa ajete. Një ndër ajete tjera, lenë se besimtarët më falë vetë, në Kur'an e shohim disa vende, Allah në urdhron edhe familjes me urdhë për namaz. Allah më përmejtë më thonë në Kur'an, edhe te Lukmani a.s. kër jep këshilla djalit vetë, edhe shohim në një vend tjetër, Allah thotë, wa amur ahlaka bis salati wastabir alejha. Urdhëre familjen tënde me namaz, edhe ti duro namaz, edhe ti vazhdo me fal namaz. Edhe kjo shohim që nëse e dëna të mirën njërë fillimisht vetës, du të me adash edhe të mirës e familjes tonë. Pra të melon atë efektin, më thonë pozitiv atë familja me fëmijët e tonë, që është një sakrificë e madhe. Dashuria e vërtet është jo fjala të dua, po fjala hajde namaz. Hajde namaz, më thonë. Për arsye mëson thotë, çka thotë për fëmijën, kur të bën fëmia 7 vjet, urdhëron për namaz. Kur të bëhet 10 vjet, më thonë atëherë çka më bë? Nëse nuk fal, atë ka pak me përdor ndaj mjet tjetër, më thonë të edukimit. Thotë njëri problemave, thotë subhanallahu, thotë para mendoni 3 vjet nëse prindi për 5 herë ditë ja thotë fëmijës vet. Fal namaz, i bie më thonë me 100 herë me ndëgjue prej babës që duhet më fal. Kur të bëhet 10 vet, para mendoni ka çdo ditë ka 5 namaze, herë 3 vite sa i bie më thonë. Numri i madh. Para mendoni një fëmijë me ngupi pa vetë këtë fjalë 5 herë ditë. Edhe thotë kishë, thotë fëmia nuk e ka obligim të fal. Edhe nëse s'falet. Po ne. Për arsye për hapni këshill për prindërit, edhe nëse s'falet fëmia, ti ke obligim mi thon, ai nuk e ka obligim të fal. Në qartë. Ti si prind dush mi thon falu. Edhe nëse s'falet në lene.
mos ja imponon me zor, Po, da. por insiston më thon me ja kujtue, se pse thot urdhëroni fëmijët për namaz, edhe pse ai se ka obligim, u fal. Pra këtu e kuptojmë që në falmi për vetit me pas edhe kjo çështje në Kur'an për përmend. Gjithashtu e kemi edhe ajetin tjetër në këshillat e Lukmanit që ja djalit vet, Allah thot ja bunayya aqimis salah, i thot. O djali im thot, fal namazin wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Udhëron të mirë dhe ndarën nga e keqja. Edhe këtu e shohim që kjo çështje është madhore, por lere se du të mi thonë, por edhe ne si prindut me lutë Allahun që Zoti më na mëson neve fillimisht më fal edhe fëmijët e tonë. Është ajeti Allah thot për kur përmend në surën Ibrahim, i përmend ato disa detaje rreth Ibrahimit alayhis salam, kur e çon Haxherën në Mekë, në Mekë, aty është disa mësime ka te kjo sure. Një ndër detajet aty përmendet Ibrahimi sa me kishte lut Zotin, i kishte thonë o Zot, Rabbi ij'alni muqime s-salati wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal minna. O Zot më bën mua dhe pasazët e mi, për aty që do të falin namaz. O Zot më pranon këtë lutje. Pra Ibrahimi pejgamberi i Zotit e luti Allahun që Zoti ti fillimisht më mëson më fal. Se ti që falesh, mos jam mbështet këtë nimet vetës. Se ka shumë më të mëshëm se ti me fakulteta, me doktoratura, ndoshta se din derën e xhamisë, nuk e din ibadetin. Jo që ne kemi më shumë obligime më mëdha që kemi marrë përfundim që namazi është obligim. Po ta ka bë dashur Allahu imanin, ta ka marrë zemrën me iman dhe ke kuptuar që namaz duhet më lën. Për arsye Allah thot në Kur'an, "Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman." Allah e bëri të dashur zemrat e imanin. Habbaba ilaykum wa karra ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, dhe ka bërë urrejtë për juve kufrin, gjunahat, punë të këqija. Pra më thon ne, me këtë duan e Ibrahimit e shohim që ne du ta lutemi Allahun për veti, Zoti na forcon këtë rrugë, namaz, në ibadete, po edhe për familjarët e tonë. Pra këto ishin disa ajete dhe ka shumë ajete, si thash në fillim, ndoshta afërsisht 100 vende në Kur'an përmendet çështja e namazit. Alhamdulillah, inshallah Allah i na bën për namaz false o hoxhë nderuam. Amin. Cila është pozita e namazit në sunetin e të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu si përmendëm fillim shumë vende, ashtu si përmendën shumë vende në Kur'an, edhe në sunet e ki shumë. Po si është një ibadet madhështor, kjo i bie që pejgamberi e ka përmendur shumë vende, në shumë situata. Do të përmend disa hadithe, ta shohim pozitën e namazit në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ne e kemi traditë e suneti, e ka traditë çdo çështje fillimisht e shikojmë Kur'anin. Po. Kjo është burimi jon numër 1. Tani kthehemi te suneti për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Numër 2. Tani shikojmë sahabët që kanë thonë, gjërat e para. Tani shikojmë ulemat e mëdhëve që kanë thonë, kush ne ndërtimi dinin thonë. Po, kjo kështu është Islami, jo sikur do çka kanë dalë në TikTok veç Kur'an thonë. Veç Kur'an. Kjo është gabim, më thonë. Pa atyre, s'ka është. S'ka, më thonë, kjo është çështje ata çka thonë, e përmendën fillim as-salat. Ata marrin thonë në Kur'an është përmend namazi. Është më 5 herë. Ka thonë kush ne 5 herë ditë po lutemi. S'ka nevojë me bërë ruku, se kush ku në Kur'an. I themi, nuk shumë ndoshta në Kur'an detaje namaz, po kemi në sunet. Po, dhe. Sunet është përshku komplet detaje si falet namazi. Ti nëse shkut më thonë Kur'anin për sunetit, ti shumë gjërat ka me tik për Islamit. E vërtet. Se ki libër nuk ka zbrit pa pejgamber. Pse Allah mos që pas nevojë për sunet, atë siç dash më aqu pejgamberi selam Kur'anin. Më zbrit. Më aqu belon që dikuni mesin e njerëzve Kur'anin, marrë se me laçë Xhibrili me lon Kur'anin dikuni në xhami dhe me hec. Po. Pa e ka thënë Allahu Kur'anin, më thon në mesin e njerëzve, në një njerëz që është njerëz, më sa më është pejgamber, po është edhe njerëz në të kohë. Ai ka hon, ka pi, ka flet, është martu, ose smu, si këtë njerëz të tjerë. Me çën shembull për neve. Me pa në çka i bën namazin Kur'an, që duhet më fal. Po kjo është, po asnjë neve shumë na intereson suneti pejgamberi sa çka ka thonë për namazin. Edhe kjo është burimi jon, një ndër burimet e sunetit. Si tash ka shumë, do të më mundon disa prej tyre. Hadithi më madhështor kryesorin këtë meselë është hadithi pejgamberi ka thonë bunyal islamu ala khams. Islami është vetëm mbi 5 shtylla. Pejgamberi thotë ay wahidullah, ta njësoni Allahun. Wa iqamis salah, ta falni namazin, që më mas shahadetit, mas tauhidit. Wa ita'i zakat, ta jepni zakatin, wa siyami ramadan, ta agjëroni muajin e Ramazanit edhe wal hajj, edhe ta kryeni haxhin. Kjo hadithi më thonë e shohim që një ndër shtyllat e Islamit që nga edhe namazi. Ulemat interesant kur folin për shtyllat e Islamit, thonë namaz mrena i kemi këta 4 shtylla tjera. Çka i bie kjo? Shahadetin ku e kemi namaz? E përsëritmi në tejat. Ai në vetë më thonë
për më vodu kush musliman ne duhet me thonë fillimisht ai pakon namaz. Por në namaz më thonë ja përkujtojmë vetes më thonë të shehut, themi atë pasi që lezojmë tejatin, lezojmë edhe shahadetin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu. Pra më thonë namaz mëna, ka shahadet. Po. Tani më thonë namazi, si do ditë, është praktik. Zeqati çish namaz, a ka zeqat me namaz ka. Thonë ulemaja, njeriu për me fitu pasuri, që marrë në fund me dhënë zeqat, i duhet kohë. Apo më thonë, pa do kohë që me fitu pasurisë, nuk smush marritë me dhënë zeqat. E kjo që është një ndër mjetet kryesor për me fitu pasuri që është koha, te e kida. Për shka kida? Për namaz. Sikur ti më thonë praktikisht, më thonë, nga ajo që ku është parja, ku është më thonë ti e ki lënë gjysë, edhe i kthi Allah të ki falë namaz, kjo është çfarë forma zeqat. Ti më thonë pjasoj pasurie që i ki sunu zeqat me thonë, i ke thonë dështu në kam dhejtë si ka i vakti namaz unë nala. Kjo praktikisht është sikur edhe ke thonë zeqatin. Ku kemi agjerim, se një ndër meselet gjatë namazin ndalohet haja dhe pija. Po. Ndalohen marrëdhëniet intime, që është agjerimi ka këta. Ndalohet me vëmë muhabet. Pse se ti sikur je lidh me Zotin. Pra ka në farë mënyre agjerim mrena namazit. Haxhi pse? Haxhin e 5 ditë ka kthemi më thonë. Ka kibla, një ndër kushtet e namazit është kthimi ka kibla. Pra shikon namazi sikur këta shtydhat i lidh më thonë. Ti ripërtrin në zemrën tënde. Imanin e besimtarit ripërtrin këta shtydha tjera që janë edhe katë tjera. Pra kjo është një ndër hadithe kryesore që flet për këtë mesele, pra bunja në Islam ala khams, Islam me 5 shtydha. Kjo është një ndër hadithet. Një hadith tjetër, namazin shumë do hadithe, e ka veç një të përmendi, e ka përmend që namazin është pastrim nga gjunahet. Pra, falja jonë e namazit është sebeb Allah me ti falë gjunahet. Është një hadith interesant, e transmeton Imam Buhariu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum." Pra sa ka thonë një shembull. Çfarë mendoni ka thonë sahabëve nëse njëri nga ju e ka pranë shtëpisë, e ka një lum, një rrekë. Yaghtasilu minhu kulli yawmin 5 marrat. Edhe që lumi lahet 5 herë në ditë. Çfarë mendoni për këtë lum? Edhe ka thonë besam hal yabqa min danasihi shay. A thuaj ti beson që është la 5 herë në ditë të çki lumi, i mbet diçka nga llomet që mund njëri mu fliq. Sahabët ka thonë qalu la yabqa min danasihi shay ya Rasulullah. Si mbet asgjë ya Rasulullah nëse la dëmën pinëve 5 herë në ditë të një lum. Ka thonë besam fadhalika mathalu as-salawat al-khams. Ka thonë kështu është shembulli 5 kohët namazit. Ka thonë besam yamhu Allahu bihinna al-khataya. Allah me këta 5 namaze vashtin juve gjunahet. Ka hadithe tjera që më thonë që ka thonë besam për namazin tjetër është pastrim. Kjo pipi ka hoq, sikur një njeri cili ta thjeshtsojnë pak që ta kuptojnë hadithin më mirë. Gjithë ditën rri rreth plazhës, edhe lahet, a është i paç të s'ka. Apo të ç'është i vika. Vërtet, bash ashtu më. Më thonë namazi është një këtu e kemi të abdes nisë. As ka thonë besam njeri kur merr abdes. Ashtu që shpjegojnë ata nga gjymtyrët kur mo ku i lami për abdes, ashtu si shpjegon ujë, ashtu bin gjunat ka thonë besam. Edhe abdesti, pra jo, se është pjesë e namazit. Po, da. Pa abdes nuk ka namaz. Pra kjo është një ndër hadithe që flet për peshën që më thonë edhe që është sebeb Allah me na fal gjunat. Alhamdulillah. Kishte hadithi i dytë. Hadithi i tretë janë do hadithe interesant. Pejgamberi ka përmendur që ai që s'fal namaz rrezikohet mu cilësua dhe sikur jo besimtar. Mëna, pse kështu ne? Do të thosh çka mund të kon namaz me jo besim. Ne dinë se vepra nëse njëri e bën një gjunal nuk del nga imani. Kështu është kjo rregull e sunetës. Po pse ndo hadithe shohim, pejgamberi ka përmendur që lënia e namazit është sebeb njeriu me dalë edhe për imanit. Shembull më mirë në Kur'an e kemi rastin e iblisit. Në dinë rastin kur Allah ka krijuar Ademin alayhis salam, ka thonë birin sejdën shenjë respektit. Nuk pranoi iblisi. Tregoi me masi dhe i tha, o Zot, unë jam i krijuar prej zjarmit, Ademi është i krijuar prej lloçit. Tha iblisi, zjarri është më i mirë se sa lloçi. Kështu që tregon një çfarë arsye, po kjo arsye s'u pranoi. Edhe tregon me masi. Ulema e thonë një që s'fal namaz, 5 ditë thirrë zoni, hayya as-salah, hayya al-falah. Ka një çfarë hise të mendjemasies. Pra më dikush me thiti 5 ditë, eja. Jo vesh një ditë me vite, 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, sa ka qenë gjallë, e kanë dëgjuar thirrjen e Zotit, hayya as-salah, hayya al-falah.
edhe ti nuk I përgjigjesh kësaj thirrje, ka tregon diçka. Një ndër hadithe që janë një dy hadithe, ta shohim, pejgamberi ka cilësu ai që nuk falet, që ka rënë më thon kufër. Ka thënë pejgamberi selam, inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarku as-salah. Mes shirkut dhe kufrit thot është ndenja e namazit. Një vi që e ndon dikon më thonë që bot jo besimtar është çështja e namazit. Në një hadith tjetër thotë pejgamberi selam al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ka thotë kontrata mes neve dhe jo besimtarëve është namazi. Ai që e le atë e ka prish kontratën. Subhanallah. Ulemat më thonë kur ndalën mbi tregu këto hadithe, tani këtu I kemi dy mendime të ulemave. Që kanë trajtuar, na intereson këta, se dikush mund më marrë kështu bukfan këto hadithe dhe më thonë që e njeh filoni sfaret qafir kanë. Nuk është kështu kjo çështje. Ulemat e Sunetit kur I ndalën janë këto hadithe edhe thonë çka ka pas përshtypjen me kufrin që është përmendur në këto hadithe. Një ndër kuptimet është kufri I vogël. Ne dinë se kufri janë dy lloje. Kufri që çet për imanit, edhe kufri që është I vogël që nuk çet as gjuna I madh, por nuk e çet personin nga Islami. E kanë thonë këto hadithe flasin për kufrin e vogël. Pra çështja e namazit nuk është e vogël. Më thonë çfarë mënyrë është kufri, çfarë mënyrë masi tregohet, por nuk e kanë nxjerr personin nga imani. E këtë mendim e ka shumica dietarëve. Këtu hin medhebi Hanefi, hin Maliki, Shafi, por të Hanbelit është një mendim ndryshe, ata kanë marrë kështu bukfanda. Kanë thonë kush e le qoftë edhe një namaz, ka pyetje që kanë thonë kush e le këtë namazet. Ai më thonë der pives me këtë hadith që I përmendëm. Pra është një çështje e diskutuar mes dietarëve. Mjafton mos me kon pjesë këtë debatit me folama. Sa qëllimi kjo ishte, pse përmendën. Po dhe? Me ta dhënë atë pozitën në zemrën tënde, ulemat ta kanë diskutuar çështjen tënde. Ai alo pjesë e Islamit nuk I nëse nuk falesh. Sepse shumica janë e ulemave që një nuk del nga fe. Është mëkat I madh, nuk krahasohet. Bilash për mëkat më të mëdha se këtë gjëra të tjera. Kështu ka ulemat që thonë. Se me pirakije se zina. Po mendon, ndoshta shumë më të madhe, shumë ndoshta dikush me pi një gotë me pi alkool, shumë më të madhe, sa dikush që ka dhënë sorë asnjë se bëna as e kena gala as nuk e këshillon ndoshta më fal. Sepse kjo është më e madhe se kjo tjetra. Domethënë mos falja e një namazit është gjuna më e madhe se sa me pi vodka raki shembull. Vërtet kjo është. Stak. Vërtet. Po kjo do të thotë që ne e normalizojmë çështjen e alkoolit. Po dhe. Vallai, kështu që ka thonë unë po fala, kështu që I bie këtë gjëra të bani. Po dhe. Kjo nuk është. Kjo do të pas, kjo mund të thonë hile shejtanit. Hile shejtanit. Deri te Po dhe mos I kanë kështu. Mos I kanë unë po fala, mos unë e bësh më të punë më të madhe në Islam, këto që unë s'pas më gale pse I bëjmë. Kjo shiko, e përmend që themi që në herën dëgjojmë do muhabete, dikush I dëgjon këto hadithe, I thot filoni ti e qafi. Rregull, ka ulema që kanë thonë, por edhe nëse jeni atë mendimin që bëhet njëri qafir, ka këtu procedurë kush duhet më thonë ti e qafir. Gjykata islame. Ne na thirrës. Ne duhet më nxit njerëz për namaz. Absolutisht. Ajo gjykata ne gabojnë atë dotrim, atë vullnetin që kanë atë dashamirësinë që kanë për Islamin. Mundon në erë, më thonë në këtë formë, më thonë me gjiku njerëz. Ja, ne na thirrës, duhet marrë këtë. Për sa në Mekë ishte thirrës. Në Medinë kur e boni vendin e vet, shtetin e çatar, më thonë mur masa të ndryshme. Më thonë dënimit, kurse gjatë periudhës mekase, për sa I bëni sabër. I thirrte njerëz natë ditë. Edhe ne, nëse familjen tonë nuk falet dikush, nga kush do që janë shok, ne duhet të insistu jo me gjiku njerëz të çafë, kështu që më thonë lene u rahatova që e bona çafë dhe kështu që ne të ecëm më thonë. Po. Jo, më mundazin e këton ne ta shërbejnë neve që me kap atë madhështinë e namazit. Kjo është një ndër hadithet. Hadithi tjetër për kiametin. Më thonë, për të regon me një hadith që puna e parë që do të pitë njëri në ahiret, në mahsher, që është një ndër kushtet e imanit, besimin në ahiret, është çështja e namazit. Si do pitë to? Subhanallah. Çështja e hadithit do ta citoj hadithin. Po, citoj. Është interesant, më thonë, për ka përmend detaje që ka mund pitë njeriu në ahiret. Ka thonë pejgamberi selam, sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasibu an-nasu bi yawm al-qiyamah min a'mal as-salah. Puna e parë, ka thonë pejgamberi selam, që do të pitë njeriu nga veprat që ka bën në dunjë, është namazi. E thotë pejgamberi selam, yaqulu rabbuna azza wa jall, çka është forma. Allah ka të thotë. Azza wa jall al-malaikatu wa huwa a'lam. Do të thotë Zoti subhanahu wa taala melaqeve. Çfarë do të thotë? Undhuru min salati abdi, atammaha am naqasaha. Allah do të thotë melaqeve. O melaqet e mia, shikoni robi im, ai ka plotsuar namaz apo nuk I ka plotsuar. Kjo kështu do të jetë formas e pyetjes. Dhe namazet e këtë jetës. Po, këtë jetës, çfarë dashojmë. Fa in kanat tammatan,
kutibet lehu tamatan. Nëse i ka bo tamam krejt, i ka falë, pa mangësi, thot ati do t'i plotësohet, do ketë problem. Wa in kanat intaqasa minha shay'un, po nëse ka ndodhur që i kanë hik të namazë, ka thonë besëm, atë Allah ka menduri ka më thonën, undhuru hal li abdi min tatawu. Shikoni robim farzët pas ka mangësi, po shikoni a ka dini nafile, dini vepër vullnetare, dini namaz vullnetar ka. Fa in kan lahu tatawu, Allah ka më thonë, nëse ka dini nafile, atimmu li abdi faridata. Atë merr këtë nafile dhe shtjeni te kategoria e farzëve. Ja si e thonë ulemaja, nafilet në ditën e Kiametit do të shndron farzën ato farzë që si ke falë. Këta si kanë të në shërben si mësim për neve, me smiron sunetet e namazëve. E sidomos ata 12 sunetet që janë para namazit, mbas namazit, edhe ka vazhduar wa tu'khadhu al-a'mal ala dhakum. Dhe kështu në këtë formë thonë njeriu mbas namazit ka më vazhdu pyetje të tjera. Nëse ka më pas lehtë të çështja e namazit, mbrapa ka pas edhe më lehtë. Po nëse të namazit ka më dështuar, mbrapa ka pas edhe më vështirë. Po. Jo, domethënë thirrja është me i fal sunetit. Po. Sabah i ka 2 sunet dy rekat. Po. Dreka i ka 4 para, 4 mbrapa, po. Edhe 2 mbrapa. 2 mbrapa, po. I qinia njëjtë ashtu, akshami, i dina jatësia këtë sunet. E shtash, këto sunete, për këto sunete nuk do të pyetemi ditën e gjykimit. Pse i keni fal ose pse s'e keni fal? Shtash desha me tregu këtë detaj. Po. Përmenda sunetet nuk kanë njëjtë kategori. Kemi sunete të forta, që pasëm asnjë si kalon, ka sunete që na pasëm i kalon. Këto ulemat i thonë sunete muakkede, sunete të forta dhe sunet gajri muakkede, jo të forta. Çfarë bie kjo? Sunet të forta janë ato 12. Këto janë 12, janë 2 sabahit para farzit, janë 4 para drekës dhe 2 mas drekës, sabahën, 6 dhe 2 8. 2 mas akshamit, 10. 2 mas yatijës, këta janë 12. Këta janë të forta. Këta janë sunetet e forta. Nëse si fal nuk dënohesh. Nuk dënohesh, po. A nëse i fal në ditë gjykimit farz shpërblen. Allah të shpërblen, ti ka bezon fal. Bile për asaj thonë në hadith kush i fal 12 rekate me ditën e natës, Allahu ja ndërton në shtëpinë xhenet. Allahu akbar. Po më thënë po në shtëpinë dunjë sa hekim. Sa hekim më thon. Mo kush i fal 12 rekate këta. Kurse për sunet e kindijes, 4 që janë para, ka një hadith, pra ka thonë kush i fal 4 sunete para kindijes, Allah e mëshirof, ka po lutje për sa, por nuk kanë kategorinë e këtyre suneteve. Këta 12 janë më të forta. Si tham fillim, nëse nuk i fal dikush nuk ka dënim. Dënimi është e farzët. Megjithatë ne themi i dajmë të janë farzët, të janë sunete. Megjithatë më në herë, sidomos me ata të rit, sidomos me ata fillestar që janë edhe moshuar, në herë ku vot mohabet sa i ka drejka, i themi 10 rekat. Do të bank shumë mja akuzu këtë 10. Po më thoni ki 4 fas që pa çfarë dush më i fal, të tjerat nëse i fal Allah është përbleft. Ki boli punë të madhe. Ama mos i lek ta 4, se me këta 4 ka dënim. Do të më bëni çfarë detaj, jo kështu mi lidh sa ka yatsia i ka 13 rekate. Rregullash, por tregoj se janë farze. Po nda. Sot janë sunete që me ditë më thon nëse të bëjmë punën ille e di këtë më elon. Ela që nuk ka dënim. Me elon farzën e yatsis ka dënim. Për këtë arsye duhet me hin në detaj, me shpjeguar njerit çfarë është obligative, çfarë nuk është obligative. Kjo është më. Kjo është një ndër hadithe pra pyetja e parë në mahsher pas ka më qenë namazi. Para se me përfundu. Domethënë edhe nafile tjera është mirë me fal, 2+2. Po. Jashtë suneteve, apo? Nafile tjera shka më thonë janë shumë të katë lloje. Sikur është namazi duhas. Që falet më thonë mas i lind dielli, edhe ngritet një shtis, që bëhet më thonë mas i lind dielli 20 minuta ose gjysati. Deri para drekës kjo në këtë kohë më thonë është mirë mi fal 2 rekate ose 4 namaz duhas, që ka shpërblimin e madh. Po. Për asa ka thonë për këtë namaz, kush njeriu në trupin e tij ka 360.000. Po çdo një do të më thonë ditë nga një sadaka. Edhe ka thonë për asa i cili i fal 2 rekate duhas, i bie sikur ka thonë 360 sadakaje. Është një ibadet madhështor. Po prap i themi sunetash. Ka tani sunete kur himi në xhami, te atë mesjid. Xhamia njeriu përshëndetet me selam, kurse xhamia përshëndetet me namaz. I fal 2 rekate namaz. Kemi namazin e natës, kemi namazin e taravijes, namazan. Nga 2 rekate apo? Ato ka 2 falem. Kjo është se mos për namazin e natës, ka thonë salatul leili mesna. Namazin e natës falet në 2 nga 2. Kjo më thonë është potencuar që është nga 2 rekate. Po, vazhdo. Po. Kjo është një hadith. Hadithi tjetër, do shohim një hadith tash. Çfarë vlerë ka i cili është i kujdesshëm, i fali 5. Çfarë premtoi Zoti për këtë njerëz? Në hadithin e Pejgamberit. Pejgamberi thotë: "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'ala al-ibad." Thotë Pejgamberi:
Allahu e ka bo obligim për robët e tij 5 vakte namaz. Femen jaa bihinna, ai cili ka marrë ditën e Kiamet me këta 5 namaze, lem yudayyi minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna, dhe ka fal 5 nuk kalon asnjë mangët, asnjë namaz. Dhe çka ka thonë? Allah ka thonë premtim. Kana lahu inda Allahi ahdun an yudkhiluhu al-janna. Allah thotë ka bo premtim, ka premtuar Zoti që me shtikit person në xhenet. Allahu akbar. Subhanallahu, ka përgëzim. Përgëzoni o ju që e falni namazin. Shirni hadithin. Ku mos mu gëzu. Alhamdulillah. Allah më thonë ka premtu. Allah premtimin e thënë. Ne ndoshta e themi. Ne jemi njerëz. Po ne mo për ne. Me fjalën ndonjë mirë. Po Allah ku thotë për një gjë, vallahi është hak dhe vërtet. Kjo do të më na nxit neve edhe mu përgëzu. Mu çu sabah me fal namazin e drekën e qinin e akshamin e yatsin. Shkojmë te hadithi tjetër, që u përmend që pejgamberi sa na ka premtuar që ka xhenet. Edhe vazhdon hadithi, thotë sa wa man lam yati bihinna falaysa lahu inda Allahi ahdun in sha'a adhabahu wa in sha'a adkhalahu al-janna. Tu thot vazhdon hadithi, thot ai si nuk vjen me këta 5. Nëse do Allahu thot e dënon, nëse do Zoti subhanahu wa taala është i xhenet. Këtu është një ndër hadithet që flasin që lënsi namazit nuk di ka për imanit. Se përmendet edhe për atë pas ka shpresë. Pas ka shpresë. Super. Hadithi janë sahih. Po, hadithi sahih është, më thonë. Kjo është një ndër hadithe që ulemat që e thonë mendimin që e kanë që emron atë mendimin që lënsi namaz nuk do nga imani, kanë një ndër hadithet, është kjo hadith. Një ndër argumentet e pas kanë çka hadith. Që ka thonë vetëm nëse do Allah e dënon, nëse do nuk e dënon. Është në xhenet më. Kjo i bë kjo çështja është madhore, ibadet, nëse po themi që nuk ka asgjë namazi, por nuk e marr me guximin mi thon dikujt na kafir. Kjo është një ndër hadithet. Kjo është një hadith që na shërben edhe na nxit për mi fal 5 vakte. Do ta përmendim një hadith për atë cili përmendëm fillim më herët, thamë që kush i fal 5 vakte i ruan ato namaze. E fal formën e duhur. Ka thonë se në hadith është sahih. Men hafadha alayha, kush i ruan këto namaze në atë formë që thash niyeti, forma këtu. Ka thonë se kanat lahu nurun. Ditën e Kiamet ky person do të ketë dritë, nur. Wa burhanan, argument, wa najatan, edhe shpëtim. Ila yawm al-qiyamah do ketë këta vlera në ditën e Kiametit. Edhe person wa man lam yuhafiz alayha, edhe kush nuk i ruan këto namaze, lam yakun lahu nurun, zot ketë dritë ditën e gjykimit, wala burhanun, as nuk ka argument me çka me dal para Zotit, wala najat, edhe nuk ka shpëtim. Shiko. Këtu një detaj tani shumë interesant. E thotë përmesam, wa kana yawmul qiyamah ma Firaun. Ai se nuk është fal. Thotë përmesam, ka me qenë bashkë me Firaunin ditën e gjykimit. Subhanallah. Pse me Firaunin? Njërin më të keq në botë, po. Po, njërin më të keq. Pse? Se pozita e ishte shkak që e kundërshtoi Musa anis. Këtu në mos thonë nëse të ka largu pozita, ti je kryetar shteti ose diçka tjetër, edhe ka qenë pengesë që se ke fal namazin, ki morin gjallë me këtë, me Firaunin. Dëgjoni ju politikan të këtë partive. Dëgjoni hadithin. Do me thonë, me Firaunin mund i morin gjallë nëse nuk e falë në namazin. Vazhdon hadithin wa Haman. Ka morin gjallë disa me Hamanin. Pse? Ka qenë më thonë nën udhësinë e Firaunit. Si më thonë, ka qenë afër, si zavensi i Firaunit. Ai cili, më thonë, është afër një kryetarit, edhe ja kryen shërbimet e tij dhe bëhet sebeb atë shërbime dhe ik namazi ngjallë me Hamanin. Hamani kush është? Hamani është më ai personi më afër i Firaunit. Edhe ai zullumqtar. Ai bashkë me Firaunin, më thonë. Po. E kush nuk i fal namaz dhe bëhet sebeb, më thonë, që pozitën që e ka ose shërbimet që i ka me kryetarin, ato që janë afër kryetarit, shërbëtor, më thonë. Edhe këta nëse nuk falen për shkak kësaj pozitës, ngjallë me këta njerëz. Vazhdon hadithi wa Qarun. Edhe disa ka mundur gjallë me Qarunin, pse? Se Qaruni ishte shkak pasuria që nuk i besoi Musait. Kështu thonë ulema, nëse bëhet sebeb për dikan pasuria i ik namazi, për shkak pasurisë ringjallë me Qarunin. Kjo po i shkon biznesmena. Biznesmena, edhe Ubej ibn Khalef, thotë pastaj disa kanë mundur ringjallë me Ubej ibn Khalefin, që është ka qenë një tregtar i famshëm. Edhe ky tregtar. Edhe ky një tregtar i famshëm, edhe ky ka qenë sebeb tregtia që s'ka besuar interesi dunjos. E kështu që ulema thonë për çdo ka i cilë bëhet sebeb tregtia dhe i iket namazet. Tu do të hanë më tepër me mrije, s'ka vakt për namaz, ka vakt për çdo biznes me bë, për namaz nuk ka vakt. E ky person më do të ringjallë me Ubej ibn Khalefin. Pra është një hadith shumë të shtues. E çka hadithi tjetër shërben për mendimin e këtyre që thonë njëri mund me dalë imanin.
Se më unë gjallë me Karunin, me Firaunin, më unë gjallë me këta njerëz, to kanë qenë jo besimtar. Edhe ta ju besimtar Ka më të qenë qi. në kun, më dhanë. Ta si kjo është, ja ditën shumë kërsnus. Allah më na rujte na vedisof për madhështinë E na e përmirësoft, namazit. inshallah. Cilat janë dobitë e namazit, pyetje doshta. Edhe kjo çështje dobitë e namazit disa u përmenden, Po ne po. më thonë që namazi e ulema thonë ka në aspektin shpirtor i ka dobitë e veta. Shembull, lidh me Zotin, pason ka gjunahet, të dukan që përmendëm namazit largon ajetin. Pra në aspektin shpirtor ka dobitë e veta. Ka në aspektin shoqëror ka. Po njerëz afro mes vetin saf, pasaniku, fukaraja, s'ka dallim. Gjumoja, e kena obligim me dhënë xhami, gjumon. Këtë janë, më thonë, në aspektin shoqëror ne afrohemi njëri tjetrin, më thonë. Kënë dobi. Të ashtu në aspektin moral, shembull, namaz na edukon me shtin sistem kohën. Po. Ama kjo që Disciplinë. një ndër më thonë sebeve kryesore në namaz është hyrja e kohës. Pa mos më me kohën. Me shikon, jo kur të kujtohet mu fal. Po pa hik koha e drekës ti nuk e ke obligim mu fal. Asi më shtin sistem me rrit kohën. E zotë besimtarët me rrit kohën. Në Se vërtet. njëri me kohë është nimet e Allahut. Kjo një ndër dobit është edhe kjo çështje. Pra këto ishin disa fjalë se përket kësaj çështje. Allah shpëlbej. Hoxhë, si ka mundsi namazi me qenë sebeb që dikush me pas një përfundim të Po. mirë. Ai cili fal namaz, e keni vërejt edhe ju, më thonë, gjithmonë është i gatshëm me vdek. Po valla. Ai ka marrë me janë se namazdia është i papastër. Me gjënë. Jo, se namazja kërkon pasodinë. Namazdia ka mundësi me pas teshat papastërta. Jo, se një ndër kushtet e namazit është pastërtia e teshave. Namazdia ka mundësi me harru shahadetin. Jo që veç pak më herë ka thonë. Në çdo të jat, çdo të shehut e kanë përsërit shahadetin. Namazdia ka mundësi me harru Fatihan, leximin e Kuranit. Jo. Ashtu namazdia, po më herët është falë gjunave. Abdesti, namazi. E këtë kjo më thonë, a nuk është përgatitur që kur të të vere vdekja i shumë i gatshëm. Para mendoni ai si sfalet, sa mund me koni përgatitur për me vdek. E ka harru shahadetin. Nuk është i pastër. Me vetë një shahadetin dhe me thonë se ka thonë moti. Pak më herët besimtari ka thonë. Ose kon të shku në xhami, ose ka arpi xhami, ose kon të fali do sunete ose farzin. Von një përgatitje shumë e madhe është me pas një përfundim të mirë. Tani ne mundam me lidh meselën tonë me ata ditën që thash pyetja e parë mahshen namazi. A e kupton? Se njeriu më edhe ka hadith tjetër, për shemb ka thonë njeriu vdes ose siç ka jetu. Nëse ti ke jetu me ibadet, para më 50 ditë ke marr abdes, e po e përgatitë, mundi i freskët me dhikr, mas namaz ke thonë astaghfirullah, ke thonë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Para më 50 ditë ke përsëritet. Kur ti vere vdekja është shumë i gatshëm. Unë kishash më nekon anën tjetër. Ti që si ban këto asnjëron. S'ka më keq me vdek ashtu. Ai më thonë gjuhë nuk e ka të freskët. S'di më thonë subhanallah, ka harruar. Ka harru Fatihan me lexue, ka harru më thonë me bëj istighfar kështu më radh. Për arsye, ulema thonë një njeri që falet 5 vakte namaz, shpresohet me pasat e fundin e mirë. Se me ka me vdek me abdes, me namaz, ose të arpi xhami, ose të shku, kështu që më thonë është gjithmonë është suazat e Pa trishtim. në lidhje me Zotin. Si ka kaput lidhjet me Zotin. Kjo është më. Pa trishtim apo. Pa trishtim. S'ka, ajo është gradit më. Ajo është me ka gjuhën freskët, Gjuhën e me freskët, dhikr, po. me istighfar, me punë, me dhon me ibadet. Me sejdë, pra më do sejdja tani. Çfarë më nëse ndal me fol ka shumë sene. Sejdja, a nuk është njëri pozicioni më afër Zotit? Po. Namazdia ka këtë. E kur të vere vdekja këti, kjo është afër Allahut. Afër Allah. Po. Alhamdulillah. Hoç kjo pra është parafërsisht rreth kësaj temës. A keni diçka për më shtu për fund? Ja. Shumë gjëra, po alhamdulillah, mundum të disa prej tyre mi përmenden, me qenë që me muna dhe me meditue dhe me kuptu peshën e namazit. Allah na bëft të tillë. Amin. Neve fëmijëve tonë e Amin. çështon me radhë. Allah i nderoft. Allah i shpëlbeft ose. Amin. E shifemi prapë inshallah. Po inshallah, Allah i shpëlbeft. Kjo pra ishte podcasti i radhës me hoxhën e nderuar Vedat Skenderi.